Danja Koka flet për lidhjen me Redin. Ne duhemi dhe kjo punë ka marrë fund, pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Danja Koka, ish banore e sezonit të 4, ka folur për herë të parë më hapur rreth marrëdhënies së saj me Redin. Lidhje kjo që mori vëmendje të madhe edhe sa ishte brenda formatit. E ftuar në një intervistë për emisionin Prive, Danja ka deklaruar se pavarësisht se brenda shtëpisë nuk kishte dijeni për ndikimin që lidhja e tyre kishte jashtë. Tani që është jashtë, nuk ka asnjë arsye për ta mbajtur të fshehtë, përderisa unë atje kam folur për Redin dhe jashtë ishte bërë e madhe, dhe unë nuk e dija. Ama tani që kam dalë përpiqem të jem kështu. Ti them 2 fjalë. Ne duhemi dhe kjo punë ka marrë fund, kështu që nuk ka ndonjë gjë të madhe për ta ruajtur hermetikisht, u shpreh Bukuroshja me sinqeritet. Ajo tregoi se Redi është shumë i përfshirë në jetën e saj. Përfshirë edhe projektet që po ndërmerr pas daljes nga reality show. Ai përfshihet vetë dhe unë kam shumë dëshirën që ta përfshij njëkohësisht. Është shumë i gjindshëm për mua dhe e kemi marrëdhënien shumë të rehatshme në këtë pikë, shtoi ajo. Danja dhe Redi u komentuan si një ndër lidhjet më të ndjeshme dhe diskrete gjatë edicionit të fundit të BBV. Por duket se tani që janë jashtë, çifti ka vendosur ta jetojë raportin e tyre pa barriera dhe pa presione publike, duke i dhënë rëndësi përkrahjes dhe bashkëpunimit në jetën e përditshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.